E jani të fillojmë këtë pjesë të dytë të takimit ton me një lutje. Do t'i hapim zemrat Perëndis, do t'i flasim atij, do t'i kërkojmë të na drejtojë. Askush nga mes ynë, vëllezër e dëshmoj, jam këtu përpara jush. E keqja është se na shkruan dhe kjo kamera dhe na merr dhe interneti dhe shkon në tërë botën kjo që po them. Askush nga ne nuk është i aftë të sjell fjalë perëndie. Nëse Perëndia nuk e bën, nuk ka askush patentën, nuk ka askush certifikatën, thot unë jam ai i afti. Nëse Perëndia do t'i japi, do t'a japi sot, do përdori një njeri të dobët si mua dhe Perëndia do prek zemrat tona. E jani t'ulim kokat e t'i kërkojmë atij të na drejtojë. Me këtë mendim, Zoti dashur, vim përpara teje, që ne nuk jemi dot të aftë, as të kuptojmë, as të zbatojmë fjalën tënde. Sot Perëndi dashur, lutem në emër të Krishtit të na prekësh zemrat tona. Sot Perëndi dashur, në këtë tuftë të vogël dhe kudo ku do predikohet fjala jote, fryma shenjë le të flas, le të sjell fjalën tënde në zemrat tona, le të kontrolloj jetën tona, Perëndi dashur, për lavdit e emrit tënd. Lutemi Perëndi që fjala jote sot të drejtojë në pendes, lutemi Perëndi fjala jote sot të drejtojë në shpëtim. Kushdo Zoti dashur nuk ka marrë vendime, le të jetë një shkak, atë që ti do të thuash sot, të jetë Perëndi dashur shkak shpëtimi. Ne të falenderojmë Perëndi që na jep këtë mundësi në gjuhën tonë, në popullin tonë, Zot, të bekohemi në prezencën tënde, të flasim fjalën në gjuhën tonë. Ti, Zot, lejove të përkthehet në gjuhën tonë. Ti lejove, Zot, të mësojmë të vërteta në gjuhën tonë, e nderojmë, e respektojmë, të adhurojmë, Zoti dashur, për këtë të vërtetë. Jemi këtu, Zoti dashur, me mirënjohje. Në emër të Krishtit Atë dhe Perëndi. Amen. Amin. Vëllezër, motra, sot është një ditë e shënuar në kalendar për gjithë ata që janë duke festuar Pashkën. Pashka kaloi dhe ndërsa Jezusi tashmë nuk është më në varr, amin. Nuk është më në varr. Varri i Krishtit ngeli bosh. Ky është lajmi i Pashkës, ky është triumfi. Tashmë ai ka vajtur, ka kapur nxënës, ka ecur rrugës për në Emaush, i shfaqur grave, ju shfaq nxënësve brenda një dhome, hyri me ato dyert e mbyllura. I dini gjitha historitë dhe lavdërojmë Zotin shumë për këtë histori, sepse është e vërteta, është shpresa jonë qiellore, është ajo ku ne ndërtojmë jetën tona, kjo e vërtet. Nëse Krishti nuk do të ishte ringjallur, ne do bënim muhabete kot këtu me njëri tjetrin. E kuptoni këtë të vërtet? Fakti se Krishti është i gjallë sot, shpresa jonë është e gjallë dhe ne e dim, kemi sigurinë qiellore se Krishti do të vijë përsëri të na marrë. Është premtimi i tij, ai nuk mund të ngelej dot në varr, nuk mundej dot vdekja ta mbante poshtë, sepse ai nuk kishte mëkatuar. Ishte Zoti i cili e ruajti jetën e tij për shkakun ton, për shkak të dashurisë dhe për shkak të misionit që kishte për ne. Atje në atë dhomën nuk ishte Thomai për herën e kaluar. Ju e mbani mend historinë e Thomait. Thomai, kemi thënë edhe herë tjetër, që ka një titull të cilin ja kanë ngjecur me padrejtësi. Jam një nga ata që besoj se është i padrejtë emri që i therasin Thomai jo besimtar. Faktikisht Thomai u bë shkak të bëhet një bisedë midis tij dhe Jezusit. Dhe për shkak të kësaj bisede, ne sot rrim me sytë tona, sytë të ngulur tek Zoti i gjallë, jo tek kryqi vetëm sot, por tek Zoti i gjallë, dhe pyesim të njëjtën gjë. Zot, mund të prek? Mund të afrohem? Dhe dëgjohet fjala e Krishtit, që ky është dhe titulli i fjalës tonë sot. Megjithëse ne nuk do merrem me Thoman sot, me historinë e tij, po diku në prapasken do të ngelen gjithmonë këto fjalë. Lum ai që megjithëse nuk pa, besoj. Do të fillojmë një radhë mësimesh nga fjala e Perëndis, nga letra e Hebrejve, me hir të Zotit, atëherë sa që Perëndia do lejoj dhe do më jap këtë mundësi të jem përpara jush, do doja t'ua lexoja, ju gjithmonë do keni sot në mendje çfarë? Lum ai i cili thërritet të besoj, nuk pa, nuk ishte aty, nuk është prezent, por besoj. E janë të shikojmë për cilin besim edhe ku na thërret Perëndia sot. Do të lexojmë të njëjtën pjesë, pra, që lexuam dhe me të rinj pak më parë, hapini Biblat tuaja. Pra, Hebrejnë, kapitulli 1, nga 1 deri te 14, më lejoni të lexoj me zë për gjithë ju. Perëndia, pasi u foli së lashti shumë herë dhe në shumë mënyra etërve me anë të profetëve, së fundi, këto ditë na ka folur me anë të Birit, të cilin e bëri trashëgimtar të gjitha gjërave, me anë të cilit krijoi dhe gjithësinë. Ai duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij,
dhe vula e qenies së tij dhe duke i mbajtur të gjitha me fjalën e fuqisë së tij, mbasi bëri vetë pastrimin nga mëkatet tona, u ul në të djathën e madhërisë në vendet e larta. Dhe u bë aq më i lartë nga angjit, sa më të madhëryeshëm se ata është emri që ai trashëgoi. Sepse cilit nga angjit i tha ndonjëherë, ti je biri im, sot më je lindur? Dhe përsëri, unë do të jem atë dhe ai do të më jetë bir. Dhe akoma kur të shtjerë të paralindurin në botë thot, le ta adhurojnë gjithë angjit e Perëndis. Kurse për angjit thot, angjit e vet, ai bën erëra dhe shërbenjës të tij flak zjarri. Ndërsa për të birin thot, froni yt o Perëndi, është në shekuj të shekujve. Skeptri i mbretërisë sate është skeptër drejtësie. E ke dashur drejtësinë dhe ke urryer pallësinë. Prandaj Perëndia yt të vajosi me vaj gëzimi për mbi shokët e tu. Edhe ti o Perëndi në krye themelove tokën dhe qiejt janë vepër e duarve të tua. Ata do të humbasin, por ti mbetesh dhe të gjithë do të vjetërohen si rob. Dhe ti do të mbështjellësh si një mantel dhe do të ndërrohen, por ti je po ai. Dhe vitet e tua nuk do të shterren kurrë. Dhe cilit nga anjit i tha ndonjëherë, rri në të djathën time, derisa ti vë armiqt e tu shtroje të këmbëve të tua? A nuk janë ata të gjithë fryma shërbenjës që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? Ma lejoni ta lexoj edhe një herë të vargun e fundit. Gjithë shka që po shikoni për rreth, ata angjit e të mërshëm me ato shpatat e zjarta, ata angjit që nuk mund të qëndroj do t'i kush në prezencë të ti, vinë tani në fund, pasi na ka folur dhe na ka drejtuar për birin deri në këto moment dhe thot që ata a nuk janë të gjithë ata frymra shërbenjës, pra janë shërbyes që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? A nuk është kështu, vëllezër? Po na pyet shkrimtari i Hebrejve. Ne sot çfarë po themi? Lum ai i cili dëgjoi dhe besoi. Kishte shumë njerëz atje, ishin nxënësit, për rreth ishin aty diku në tavolinë, vjen Jezusi, paqja me ju, gëzohen të gjithë, besojnë. Thomai e dëgjoi lajmin. Një Thoma ka sot këtu. Një nga të rinj mund të jetë Thomai sot këtu, i cili do dëgjojë këtë lajm të mrekullueshëm se Krishti nuk është më ndër të vdekurit, e la varrin, është bosh. Nuk mund të dot vdekja ta mbante lidhur Krishtin, sepse do të bëj shkaku i shpëtimit ton. Do të bëj ai që do shlironte nga çdo lloj prange, nga çdo lloj zinxhiri njeriu, nga zinxhiret e epsheve të tij, nga zinxhiret e frikës së tij, nga zinxhiret e mjerimit të tij, e dëshirës gjithmonë të jetë i suksesshëm në jetë dhe nuk ja del dot. Sa shumë zinxhir. Sot vjen Perëndia dhe thot: o djem të mi, o vajza, ashtu sikur se kam bërë me popullin hebre, edhe me ju kam bërë të njëjtën gjë. Ju kam folur shpesh dhe ju kam folur me shumë mënyra. Nëse do më jepej mundësia të heshtja për një çere kore dhe vetëm t'ju shikoja në sy, siç po më shikoni të gjithë tani, të doja t'ju lë një pyetje për të menduar. I ke kapur, i ke veçuar mënyrat dhe sasitë që Perëndia të ka folur deri më sot? Nëse nuk të ngacmoj më dhe të lë këtu, e të them, të lutem, sill në mendje mënyrën që Perëndia të ka folur deri më sot. Kjo që Zoti thot dhe ja drejton një populli që prej së lashti shumë herë dhe me shumë mënyra ju kanë folur etërve tuaj, ju kanë folur ju, me profet, me fjalë. Si të ka folur Zoti deri më sot? Me çfarë mënyrash ka prekur zemrën tënde? Ne djeme të rinjt folën për një zemër të ngurtë. Ishte një nga pyetjet që të rinjt kishin vendosur vetë. Çfarë ndodh
kur zemra është ngurtësuar dhe nuk kupton më, nuk dëgjon më fjalën, nuk reagon dot më. A ka pendes? Në mesin tonë, në këtë grup kaq të vogël, ka shumë lloje zemrash. Në cilën fazë, sa herë, sa shpesh Perëndia ka ardhur në jetën tënde për të folur ty? Cilat janë mënyrat që Perëndia ka përdorur? Ndoshta përdori një vëlla, një motër. Fjala e tij kur ti e hape atë mëngjes dhe nuk e dije se çfarë Zoti do të jepte, një fjalë që kishe lexuar 20 herë, 30 herë, por kësaj radhe zuri një vend të jashtëzakonshëm në zemrën tënde. Ndoshta kur fjala i drejtohet Davidit nga goja e Nathanit, për ty flet kjo histori, David. Ndoshta u gjende përpara fjalës Perëndis me këtë mënyrë, mos mendo se po thot për dikë tjetër. Për ty e thot. Me çfarë mënyrash Perëndia erdhi të gjetë në qetësinë tënde, në vetminë tënde, më lejon në mëkatin tënd. Erdhi të flas. I kërkova të rinjve pak më përpara, ju lutem, bëni diçka sot, mos mbyllni veshët. Nuk më keni dëgjuar herë tjetër të bie dakord me dikë që do vi në kishë dhe do zëri thjesht një karrige. Jeni dakord me mua? Gjithmonë e kam luftuar këtë sistemin e të qenit besimtar i thjesht. Kemi vënë një emër kështu dhe qeshim me njëri tjetrin, me këtë besimtarin e thjesht, i cili thjesht vjen, dëgjon dhe ikën. Asnjëherë s'kam qenë dakord, por kur djalli të sulmon, kur djalli kërkon dhe gjen shtigje në zemrën tënde dhe të rrëzon, dhe në zemrën tënde dhe në mendjen tënde ti thon unë do zhdukem nga sipërfaqja e dheut, nuk dua të shikoj asnjë me sy, nuk dua të më shikoj askush me sy, nuk ja vlej, nuk jam i till, nuk mundem dot më të jetoj në kishën e Perëndis, të jem me vëllezër, me motra, të cilët Perëndia i flet, i bekon, unë nuk dua të jem aty, nuk e meritoj, sepse kaq shpesh bie, kaq shumë dështoj, edhe unë të them ëmbël dhe qet, eja në kishën e Perëndis. Lër vend që Zoti të flas. Dhe në qoftë se ke marrë sot një vendim të tillë, a je ka bërë shumë herë në jetën tënde? Je dakord me këtë? Unë nuk mund të njoh dot. Di veten time, po. E di durimin e tij, di këmbguljen e tij, e di Perëndia këmbgul ndonjëherë shumë. Këmbgul duke treguar diçka që ta ka treguar shumë herë. Nuk është e imja, hiqe. Nuk mundesh ta bësh dot më këtë. Ti dëshmon, ti ke dëshmi, ti tregon njerëzve që je i imi, sepse unë kam vdekur për ty, thot Krishti, dhe unë u ringjalla për drejtsimin tënd. Ti nuk mund ta bësh dot më këtë. Mos e bëj më. Sa herë këmbgul atij edhe ti Zot, kaq shumë. Ndoshta je sot në një situatë të tillë, Perëndia zgjodhi të flas me shumë mënyra. Sot, në këtë ditë, në këtë të diel, në të dielën e ashtu quajturit të Thomait, në këtë pjesë të rruzullit ku ne jetojmë. Ai zgjedh të flas sot me anë të birit të tij. Dhe gjithë kjo që lexuam sot o vëllezër dhe motra, është një prezantim i këtij biri, me cilin Perëndia kërkon në këtë mënyrë të na flasi. E dini çfarë më sjell në mendje mua? Më sjell atë shëmbëtyrën e jashtëzakonshme të një vreshti që një pronar tokash bëri, e ngriti dhe çoi atje punëtor me mëditje. Dhe dërgoi thot shërbëtorët e tij një nga një të vënë të merrnin frutin. Çfarë ndodhi? Na dolën të këqijnë vreshtarët, na thot shëmbëtyra. Vajti shërbëtori i parë e vran, e hodhën poshtë. E qelluan, e shtytën, e shan, e ndoqën. Që të bashkohemi dhe të përputhemi pak me këto shëmbëtyra, nuk është nevoja të kesh shkelmuar dikë, të kem shkelmuar dikë, por kur Perëndia flet, të kontrollon dhe të thot, të ujita, të mbrojta, ku janë frutet e tua? Dhe ti thua më lëre atë, nuk më intereson tani jam keq, tani nuk jam, tani dua të shikoj të ardhmen time, fëmijën tim, punën time, makinën time, shtëpinë time, nuk jam në një gjendje, mos më ngacmo tani. Atëherë ke ndjekur një nga ata që erdhi të tha fjalën e Perëndis, kur kërkojnë gjithmonë të shikojmë të tonat, fitimin, jetën, mbushjen tonë, i kemi të tëra, pastaj do shikojmë çka ka Perëndia, kisha, vëllezrit, nevojat, është një lloj ndjekje. Dhe Perëndia e bëri me shumë mënyra dhe na ofrua në shumë mënyra të vinte të merrte frytin e asaj që i takonte.
Mbani mend se çfarë thot fjala e Perëndis tek kapitulli i parë i Gjonit. Krishti nuk erdhi në një botë që nuk e njihnin. Nuk erdhi në një botë që tha të dalë një xhiro te ky rruzulli toksor. Erdhi tek të tijët, thot. Dhe të tijët e hodhën poshtë dhe nuk e pranuan. Jemi kishë e Zotit sot ne. Ne i takojmë Krishtit, ai pagoi për jetën tona dhe Perëndia në fund, ashtu sikur se bëri ky pronari i këtij vreshti, dërgoi birin e tij. E dërgoi ky pronari i vreshtit tek vreshtarët tek 100, thot 1 sekond. Këta i përbuzën, ndoshta me të drejtë, sepse nuk e dinin që ishin të autorizuar prej meje, nuk i morën seriozisht. Unë tani do dërgoj birin, atë do ta respektojnë. Do ta respektojnë sepse është trashëgimtari, është atij që i takon vreshti. Po reagimi cili ishte? Ta vrasim. Ta vrasim sepse ky është i fundit, po vram këtë na takon gjithçka. Jeta jonë është në duart tona, pastaj nuk do kemi më të heqim Krishtin nga mesi dhe gjithçka na takon ne. A mundeni të mendoni që e bëri dikush këtë në tokën e dikujt tjetër? Në atë që Perëndia na thërret, në shpëtimin tonë, në jetën tonë, në përjetësinë tonë, ne duam të heqim Krishtin nga mesi? Perëndia zgjodhi në fund në këto ditë të na flas me anë të Krishtit që sot është i gjallë dhe sot na drejtohet dhe na thot lum ai që dëgjoj dhe besoj, që nuk pret vetëm të shikoj, po spash, po spreka, kështu tha thomai. Unë nuk besoj derisa Krishti erdhi në jetën e tij. Dhe në këtë formë Jezusi, në këtë formë ky Zot vjen në jetën tona. Atëherë kur ke dëgjuar për të, atëherë kur prindrit e tu të flasin për të, atëherë kur në kish flasin shumë për Krishtin, atëherë ai të vjen në jetën tënde. Të vjen të flet në atë moment që ti je duke u menduar, në atë moment që ti nuk je mirë, në atë moment që ti thua a ta zgjedh apo ta lë. Sepse Perëndia e dërgoi këtë Krisht pikërisht për të prekur zemrat e çdo njeriu. Gjithkush që vjen në botë, thot, Krishti erdhi për ta ndriçuar shpirtin e tij të errët, shpirtin tim të errët. Çfarë mendoni se do dëgjonim sot? Do të bënim një leksion, do zbërthenim një pjesë të Biblës që nuk e keni dëgjuar kurrë në jetën tuaj, e do thoni, po, nuk e kisha menduar asnjëherë këtë. Qysh i vajti mendja? Sa shumë u bekova, dëgjova një gjë që nuk e kisha dëgjuar kurrë në jetën time. Ndoshta kur shkonin të dëgjonin Gjonin, Pakzorin, atje në shkretir, thoshin do vend të dëgjojmë diçka të re, dhe Krishti thotë çfarë vatet ju në shkretir të dëgjonit? Çfarë mendoni se do të dëgjonit nga Gjon Pakzori? Përveç se pendohuni. Se erdhi dita e Zotit. Pendohuni. Shtroni rrugët e zemrës tuaj. Lini mëkatin tuaj. Ktheuni tek Perëndia e jetës. Ktheuni mbrapa. Jo bëni rrugë të reja, ktheuni mbrapa, ai do ta bëj rrugën e jetës. Ai e dërgoi birin. Çfarë prisni se do të dëgjonit sot? Fjala e Perëndis na drejtohet me anë të birit. Dhe kur u mblodhën të gjithë përreth, Zot na thuaj dhe na thuaj të tjera, dua më shumë. Dhe ai vet Zoti ynë ndjente nevojën të ndante me ta dhe më të vërteta më të larta, më të thella. Ngelem tek ajo pjesa biblike dhe thot, dua shumë, kam shumë gjëra për të ndarë me ju, po nuk i mbani dot. E thua Zot, e preve tek pika më e mirë. Aty ku do fillojnë ato më të mirat, më të thellat, më të bukurat frymore, që do kuptoj ai gjëra, do të njeh aty Zot më shumë, do njeh Perëndin më shumë. Ti e preve e ndalove aty. Jo, nuk e ndaloj. Do t'ju dërgoj frymën time. Dhe ai do të marri prej meje, thot Krishti, dhe ai do t'ju tregoj. Dhe me të mund t'i mbani. Mund të kuptoni, mendja juaj do hapet. Do t'ju udhëheq në të gjithë të vërtetën, fryma ime e shenjtë. Dhe përsëri Krishti flet sot. Flet sot me anë të frymës së tij të shenjtë. I njëjti Zot, ai Zot që e pa Thomain në sy dhe i tha, hajde, më prek tani. Dhe përgjigja e Thomait cila ishte? Zoti im dhe Perëndia im. Është i njëjti Zot që me frymën e tij të shenjtë vjen në jetën tona. Vëllezër, duhet jemi të qartë për këtë. Perëndia do që ne t'i ngjajmë atij. Perëndia do që ne të vijmë afër tij. Në qoftë se ka mëkat në jetën tonë, do të vi fryma e shenjtë, do të sjell kontroll për mëkat.
kjo dhëm ndonjëherë. Do të vi fryma e shenjtë, do të sjellë në mend gjykimin. Do të flasi për drejtsinë, kështu thot tek fjala e tij. Erdhi thot, tu flas njerëzve, për gjykim, për kontroll. Të gjej ato pikat e errta të zemrës tonë dhe thot, këtu është mëkati, këtu duhet të ndalosh, këtë hiqe nga jeta jote. Sille tek mua, madje Krishti thot. Sille tek mua mëkatin tënd, unë vdiqa për të. Unë vdiqa për mëkatin tënd. Tek Gjoni 18:8 thot, do ta bind botën fryma e Perëndis, ndërsa u ka thënë që ai do të marrë prej meje dhe të mia do t'ju ndaj. Ai do ta bind botën për mëkat, për drejtësi, për gjykim. Shikoni, këtë birë që Perëndia na e dërgoi të na flas, ndoshta shumë njerëz, madje dhe hebrejt këtu, por dim dhe dogma të ndryshme, njerëz të ndryshëm për rreth nesh, në rregull, ishte një Muhamet i ri. Një njeri që Perëndia e dërgoi. Ça tjetër mund të presim? Zoti këtu tek fryma e shenjtë në fillim të kësaj letre nuk na lë të rim të mendojmë. Për kë bëhet fjalë për birin që është Zot dhe trashëgimtar. Gjithçka që ka Ati Perëndia ka lënë në duart e tij, të birit. Gjithçka që ne do të presim, e presim nga duart e birit. Gjithçka që vazhdon më poshtë është një prezantim i atij të cilit thirremi ne t'i japim zemrën, atij të cilit thirremi ne t'i besohemi, të lëshohemi në krahët e tij. Dikur nuk ka kaluar shumë kohë, se s'jam dhe kaq i madh. Kisha një problem, dhe kam akoma, po tani kam vëmend. Do të mësoj anglisht. Nuk bëhet fjalë kur isha fëmijë, bëhet fjalë para 3 vjetësh, 4-5 vjetësh sa ishim. Edhe thosha, po nuk ka mundësi, tani vetëm me të lexuar mësohet anglishtja. Edhe fillova shkruaj ato në internet ato metoda, thoshte ai për 20 ditë e mëson anglishtën xham. Thosha, sikur si diçka nuk më pëlqente kjo. I pyesja këta të rinj, ka ndonjë mënyrë se këta janë çik kështu ja futen nëpër internet edhe këto, ka ndonjë mënyrë tjetër që nuk e di unë të mësoj anglishtën. Ata të premtonin në internet për 20 ditë ti do jesh anglez dhe amerikan fare. Nuk kishte mënyrë tjetër. Duhet të shtrohesha, të lexoja dhe akoma e njëjti problem është. Do të mësosh diçka, ulu dhe lexo dhe mëso. Nuk ka mënyrë me shiri nga ta fusi në trut e dikujt. E dini çfarë më kujtoi kjo këtu? Pse më solli të kjo histori? Ne duam diçka tjetër. Presim një zgjidhje, ore më jep një zgjidhje, më thuaj ti dhe unë do ta bëj. Po Krishti është zgjidhja o vllai. Ti mund të kërkosh majtas, djathash, një gjë më të mirë, një gjë më të lehtë, se ky Zoti shpesh bëhet shumë i ashpër me mëkatin o buri dhe. Domethënë, gjithçka shumë i mirë, shumë i dashur ky Zot, po se ka punën me dobësitë e mia mirë. Unë tani ja, shife shkruaj, unë kështu jam. E kuptoj. Mos e humb kohën kot. Mos bridh majtas djatha si Bledi kur kërkonte të gjente mënyra për të mësuar anglishtën. Nuk ka mënyra të tjera. Mënyra e jetës është Krishti. Fokusohu tek ai i cili thot e bëri vet pastrimin nga mëkatet tona dhe ul në të djathtë të madhërisë. Nuk ka mënyrë tjetër. Ka. Të kërkojmë. Nuk ka, në qoftë se Zoti Perëndi kishte një mënyrë tjetër do na e dërgonte. Nuk kishte pse të fuste veten e tij në dhimbje të tilla, të ndante birin e tij, ta shikonte në kryq të varur për shkak të mëkatit ton. Në qoftë se kishte një angjëll që mund ta bënte këtë, dhe ai e sqaron shumë bukur poshtë. Nuk e bëri këtë një angjëll, por e bëri Zoti. Thot diçka të bukur që unë këtë dua patjetër ta ndaj me ju. Kjo pjesa ku thot ai Krishti duke qenë shkëlqimi i lavdisë së tij dhe vula e qenies së tij. Ndonjëherë vijnë shumë epitete dhe shumë presje në një fjali dhe humbasim ndonjëherë kuptimin. Unë dua thjesht ju them se Krishti këtu tregohet si gryka e burimit. Brenda tokës ka shumë burime me ujë të ftohtë, të pastër, të kthjellët dhe diku në një gryk del burimi dhe njerëzit e shijojnë. Në greqisht, për ju që do ta kuptonit pak më mirë se sa mua, është apavgazma tis dhoksistu. Është tamam ajo pika kulminante ku del lavdia e Perëndis këtu në tokë. Ne nuk dinim
Kush nga ne dhe kush nga këta hebrejnë këtu dini ndonjëherë Perëndin u mblodhën përreth Jezusit dhe i tha, "Do shkosh te ati po na fol pak për atin." Dhe bëhet një heshtje aty. Kaq kohë ka me ju dhe ju nuk i njihni atin akoma? Dhe ata shikoni njëri tjetrin. Ku? Pa më keni parë, a më keni jetuar. Sot o vëllezërit e mi dhe motrat e mia, a nuk e dini zemrën e Krishtit ju? Interesimin e tij për ty, a e di këtë? E di dëshirat e tij që ka, planet e tij që ka për ty? A e di se ai është me ty dhe nuk është kundra teje? A e di që ai është në përqafim dhe nuk është të shty? A e di këtë gjë? Është zemra e Atit, sepse kur thot që është si e thot këtu, se më ngelet gjithmonë në greqisht, është shkëlqimi i lavdisë së tij dhe është vula e qenies së tij, është atje ku Perëndia prek, atje është Krishti. Dhe kur pam Krishtin, pam si është Zoti. Dhe ne sot mund themi, Zot, ti ke filluar dhe na zbulohesh ne, si duke të parë ty, ne njohim zemrën natërore. Atë Perëndi, cilin thot fjala e Perëndis, askush nuk e ka parë dhe ka rrojtur. Dhe sot na thërret fjala luma ai që nuk ishte nevoja të shikoj, por dëgjoj dhe besoj. Sot thërritemi pikërisht te ky bir i cili është shkëlqimi i lavdisë së Perëndis. Është atë që mund të shohim nga aty. Është ai bir që bëri pastrimin e mëkateve për shkakun ton. Pastrimin tënd dhe timin, vlla im, motra ime. Do të shikoni shumë gjëra tek hebrejt me hir të Perëndis. Shpesh u drejtohet, o ju vëllezër, kërkohet pastrim në mes të vllazërisë. Atëherë kur mëkati ka depërtuar, atëherë kur djalli ka hyrë, atëherë kërkohet pastrim. Ky Krisht e ka bërë pastrimin vetë ai. Edhe shikoni pak ato që thot më poshtë. Ky bir që thërritemi të besojmë është i ulur në të djathtë të Perëndis. Jo diku më poshtë, jo diku në rregull, e bëre punën tënde, vazhdo. Jo, është në të djathtë të Perëndis dhe është trashëgimtar. E dini kush jemi ne? Mbani mend çfarë premton fjala e Perëndis për ne, për ata të cilët besuan edhe pse nuk pan. Bashkë trashëgimtar të Krishtit. Ndoshta në hallet dhe problemet që kemi, të bësh trashëgimtar i një mbreti na duket çik larg. Si thoni ju? Ne tani po u luftojmë me këto të përditshme tani tu, aty e mirë do jetë, po jo. Mendojeni pak se si të sheh Perëndia? Nuk je një njeri i cili po vuan, atë i shkreti, i mjeri, të shikon si person që ke të drejta mbi thronin e Perëndis, mbi pasurinë e Perëndis, mbi gjithçka që Perëndia ka. Ai gjithçka që kishte ja dha birit si trashëgimni Krishtit, Zotit ton, dhe Krishti ndau me të gjithë ne. Larg. Në këtë mënyrë na shikon Perëndia, motra ime dhe vlla im. Jo një angjëll shërbyes, por birit. Jo një angjëll që ishte thërritur të bënte detyra dhe Perëndia i thoshte do bësh këtë, do dalësh, do flasësh, do shkatrosh, do ndërtosh, por birit. Për birin a thërret të besojmë, atje thërret Perëndia të mbështesim shpresën tonë dhe jetën tonë. Është ky bir, thotë 18 që do të mbretëroj për jetë, skeptri yt o Perëndi, do të zgjas për jetë. Është ai guri i madh, e mbani mend tek shembulli i Danielit, atje ku mbretëria nuk do të më pushoj më. Shumë herë Perëndia na ka folur me profeci dhe fjalë dhe mesazhe dhe profeci që janë të shkruar këtu në fjalën e Perëndis, nga dhjata e vjetër. Sot Perëndia zgjedh të flas me anë të birit që mbeti pa mëkat, që nuk mund ta mbante dot vdekja dhe që sot është i gjallë, me anë të birit që është krijues, me anë të birit që është i përjetshëm. Njerëzit përpiqen të na vendosin në kategori. Ndoshta ka këtu në internet dikush që na dëgjoj këtë mesazhin e thotë këta janë të kësaj lagje. Kërkojnë na fusin në kategori, këta besojnë kështu, këta kanë mendjen e përjetësia. Ne kemi mendjen e Krishtit. Në këtë jetë dhe në atë të përtejmen. E kemi shpresën tek ai sot dhe në jetën e përjetshme. Nuk jemi nga ata dhe le të na thonë kategoritë. Nuk jemi nga ata as që besojmë në këtë jetë e Krishtit sepse do të vishim më të mirët, por nuk jemi nga ata as që presim vëmë për jetësi dhe nuk na intereson kjo jetë.
Prandaj e jeni të hapim zemrat në fjalën e Perëndis. Ndërsa sot zgjodhi të na flas me anë të Krishtit Zot, Krishtit të gjallë, Krishtit që e la varrin bosh, sot t'i japim vend fjalës së Perëndis, për të mirën, thot, e atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin. Brenda trashëgimisë, brenda pasurisë, do fillojmë me shpëtim. Je trashëgimtar. Είσαι κληρονόμος. Κληρονόμος της βασιλείας και κληρονόμος της σωτηρίας. Je trashëgimtar i këtij shpëtimi. Është pyetje. Zoti të flas. Në qoftë se nuk e ndjen veten se ke trashëguar shpëtimin, se diçka të mban, diçka të lidh, diçka të pengon, qëndro përpara Perëndis me sinqeritet. Rrëfeja mëkatin tënd. Thuaj Zotit, nuk mundem. Vështirë është bërë. Ujërat kanë ardhur deri në gryk. Balta është bërë përpara meje e fortë, nuk eci dot më. Nuk fluturoj dot më, se më janë lagur krahët. Foli Zotit tënd, unë po e them me këtë mënyrën lirike, poetike, por ti do ta thuash ashtu si zemra jote ta ka. Sot Perëndia zgjoi të flas me anë të birit të tij, që ai është shpëtimtar dhe ai mundet të ta arrijë zemrën tënde. Perëndia të le të bekoj fjalën e tij. Amin. Dhe le të lutemi për këtë gjë. Atë që kërkuam, atë që kërkova sot, që në fillim ishte të mos mundet dot njeriu të shtojë të tijat. Mbaj mend gjyshi lutej shumë në këtë formë, ka qenë një shembull i mirë në jetën tonë, Zot, pikërisht për këtë. Nuk duam të flasim në mënyrë njerëzore, por duam që fryma e Të Shenjtë të depërtoj fjalën tënde në zemrat tona. Zoti ynë, nëse sot ka kontroll, na ndihmo Zot të qëndrojmë përpara kontrollit tënd me pendes. Nëse sot ka inkurajim dhe bekim për atë që ti na ke dhënë, për atë që jemi trashëgimtar, e janë të gëzohet zemra jonë sot, Perëndi. Nëse Zoti i dashur, përpara nesh u hap rruga që duhet të bëjmë, ndërsa ti je duke na folur në veshët ta, në zemrat tona, na ndihmo të reagojmë, të mos ngurtësohemi, të mos i lëm vend zërit të djallit, apo ngathtësisë së shpirtit ton. Na ndihmo Zot të reagojmë përpara fjalës tënde, Zot, që është fjalë jete. Në emër të Krishtit Perëndi, përulem përpara Teje. Pranoj se të kam nevojë Ty, Zot. Pranoj se kam nevojë fjalën tënde. Kam nevojë këtë Krisht që është i përjetshëm. Këtë Krisht që bëri për mua shpëtim. Dua Zot të jetojmë bashkë me vëllezërit e mi. Këtu në këtë tokë, deri në ditën që do të vish të na therrasësh, duam të jetojmë me besnikëri, o Zot, në këtë jetë e re që na ke dhënë. Në emër të Krishtit Perëndi. Amin. Amin. Zoti na bekoftë gjithë.